Sot në rrugët e Lushnjës nuk ishte lëvizje të fëmijëve, të rinjve apo edhe moshave më të mëdha me monopatina, të cilat janë bërë shqetësuese për qytetarët. Duke mos pasur rrugë korsi ku ato të lëvizin, përdoruesit e monopatinave ecin me to në trotuaret e qytetit që janë për këmbësorët ose në rrugët ku qarkullojnë automjetet, duke u kthyer në rrezik të vazhdueshëm për aksidente. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu në bashkëpunim edhe me drejtorin e Policisë së Shtetit Ilir Proda vendosi që prej ditës së sotme në të gjitha rrugët e Shqipërisë do të ndalohet përkohësisht përdorimi i monopatinave apo atyre që njihen si skuterët elektrik. Arsyet e ndalimit të monopatinave përkohësisht janë rastet e shtuara të aksidenteve nga to. Vetëm vitin e kaluar janë regjistruar 991 raste aksidentesh të shkaktuara nga monopatinat. Ishim në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Policisë Shtetit për të adresuar një shqetësim në rritje të qytetarëve sa i përket përdorimit të monopatinave elektrike. Kemi marrë një sër ankesash dhe raportimesh nga qytetarët rreth rrezikshmërisë që këto mjete përfaqësojnë, sidomos për të miturit apo të moshuarit që lëvizin në rrugë, por dhe vetë përdoruesit e tyre. Të dhënat e Policisë së Shtetit mbështesin këto problematik në rritje. Ne kemi bërë një analizë të hollësishme në lidhje me këtë fenomen dhe kemi arritur në përfundimin që përdorimi i këtyre mjeteve po shkakton një rrezik imediat për sigurinë publike. Mjafton të përmendim faktin që vetëm gjatë vitit 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete si dhe dëmtime shumë të rënda. Për të adresuar këtë problem dhe këtë rrezik që i vjen rendit dhe sigurisë publike dhe përdoruesve të rrugës nga përdorimi i këtyre mjeteve, ne kemi përcaktuar dhe një procedurë standarde bazuar në ligjin e Policisë së Shtetit për të adresuar këtë problem, duke ndëshkuar drejtuesit e këtyre mjeteve dhe përdorimin e këtyre mjeteve në rrugë urbane, duke përfshirë dhe trotuarët dhe duke arritur deri në bllokim administrativ të këtyre mjeteve. Te kam kërkuar Policisë së Shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Ne do të hartojmë rregulla të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Policia e Shtetit ka nisur aksionin për bllokimin e çdo monopatine që do të jetë në qarkullim.